Rritja e çmimit të naftës po jep një goditje të drejtë për drejtë, duke detyruar fermerët të ulin ndjeshëm sipërfaqet e mbjella në këtë fillim pranvere. Sipas tyre, kostoja e lartë e karburantit po e bën gjithnjë më të vështirë për ballimin e punimeve bujqësore. Fermerët shprehen se krahas naftës dhe rritja e çmimeve të pesticideve dhe inputeve të tjera bujqësore kanë ndikuar drejt për drejt në uljen e prodhimit. Në shumë raste, planet për mbjellje janë përgjysmuar. Nga rreth 40 hektar të planifikuar, kanë mbjell vetëm 20 hektar, pohojnë fermerët. Çdo gjë mbas naftës vjen. Vlerë e qumshit s'punoj mani, s'punoj shkojnë. Ja, unë kam bidona të lartë, rreth 300 litra i çova sot me 500 lekë. Mora 150.000 lekë i holla 20.000 lekë makinës. 100 ca mijë lekë do çoj shtëpi. S'ka, ka vajt zero çdo gjë mbaroi këtu në anë naftës. Sa sipërfaqe tokë keni që shko me llogari si kam bërë, po kam shumë se janë diku të 30 lopë dhe janë 50 dele. Jo, falimentoj çdo gjë dhe ne drejt asaj jemi dishesim, çfarë do bëjmë, ç'i duam. Çfarë do po s'po i merr njëri edhe do shtishesë kush di marri. Ku është shumë, unë jam një fermer jo shumë i madh, zotroj 40 hektar toka me qera, edhe unë subvencionimin e naftës marr vetëm për tokën time. Aplikim të vetë të bëj për 40 hektar nuk bëj se s'kam certifikatet e tokave që kam marrë me qera. Dhe unë dal me minus. U rriti nafta vajti supera me 27. Unë 40 hektar po e blej pleun, po ja hedh tokës. Ata nuk më japin mua subvencionimi sipas plerave që blej unë, sipas naftës që marr unë. Po më japin vetëm për tokën që kam. 1 hektar e gjys. Kjo për mua nuk është ndihmë shteti. Bujqësia ka vajtur zero, qumshin nuk po na marrin. Unë kisha ndërmend të mbjellja 20 hektar misri si vjet. Se vjet pata 15, të bëja 20. Tani do mbjell 10. Janë rritur të gjitha plerat, kimike, nafta, të gjitha. Vetëm marr naftë me 2200 lekë nuk ja vlen. Unë 10 hektar unë kam paguar qeran dhe do ngelet bosh. Ngelet çajire. Janë 2 milion lekë që unë kam paguar qeran. Edhe unë do ta lë borë se përballoj dot për ta punuar, të blej naftën, të blej farën, të blej pleun. Jam detyruar ta lë bosh. Banorët e fshatrave Seman, Topoj, Gryk, sektor Seman kërkojnë më shumë mbështetje, duke theksuar se mungesa e të ardhurave dhe pensionet e ulta i detyrojnë shumë prej tyre të braktisin punimin e tokës. Sipas tyre, kjo situatë kërkon një ndërhyrje konkrete dhe politika mbështetëse për bujqësinë në mënyrë që të mos thellohet më tej braktisja e tokave.